I am personally impressed by the approval. Më ka bërë përshtypje personalisht miratimi i legjislacionit që pengon kalimin e kriminalëve në sistemin politik. Ky është një hap i rëndësishëm, një hap kurajos që Shqipëria ka ndërmarrë. The road that Albania is on. Por në çfarë ndodhet sot zbatimi i këtij ligji kurajos dhe pse institucionet shtetërore përfshirë Parlamentin vijojnë të jenë të patrazuara ende prej tij? Procesi pastrimit vijon të jetë pengi i hartimit të akteve nënligjore që e plotësojnë dhe e bëjnë funksional ligjin. Kryetari i Komisionit Parlamentar Oert Bylykbashi në një intervistë për Euronews sqaron se majoranca dhe opozita po draftojnë aktet nënligjore i bindur se gjithë procesi përfundon brenda muajit shkurt. Ligjvënësit shqiptar po trajnohen nga amerikanët, të cilët u kanë dhënë ekspertizën dhe praktikat më të mira. Aktet nënligjore do të bëjnë diçka që duke miratuar formulareve deklarimit dhe procedurat përkatëse në lidhje me administrimin e formularit, do të bëjnë të mundur që personat, të gjithë shtetasit që parashikon ligji që duhet bëjnë deklarim sepse mbajnë një funksion apo sepse kërkojnë një funksion në të ardhmen, ta pyesin veten mirë në momentin kur nënshkruajnë formular. Fillimi është që shkurti të gjejë të miratuara këtë. Por pavarësisht frymës konsensuale gjatë hartimit të akteve nënligjore, opozita dhe majoranca mund të hasin në vështirësi në përmbajtjen e formularit të vetë deklarimit në lidhje me shtrirjen e pyetjeve. Vetmja çështje do të jetë në maksimumin e gjerësisë së pyetjeve që do të bëj, po themi do të shtrohet nëpërmjet formularit. Është ajo që ligji përcakton qartë elementet për cilët njerëzit duhet deklarojnë dhe unë nuk shoh arsye për të pasur kontestime. Nëse kjo ndodh, do të ishte në përplasje edhe me praktikën që na solën, praktikën e mirë që na solën ekspertët e Shtetet Bashkuara, të cilët kanë një procedurë kontrolli të integritetit dhe të dhënave të sigurisë së personave që ushtrojnë funksione të caktuara atje, shumë të gjerë. Por demokratët sërish nuk e fshehin dyshimin për vullnetin e Partisë Socialiste në zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Për të mbështetur këtë bindje, ata ju referuan prezantimit të prefektit të Lezhës, nga ish deputeti Arben Doka, i cili la mandatin pas akuzave të opozitës për të shkuar në etik kriminal.